Ishte viti 1992, fshati i vogël në Njediën të Morit kishte mbetur i qetë, pothuaj i heshtur. Burrat ishin nisur një nga një drejt Greqisë. Fjalët për kufi, janin e athin ishin bërë pjesë e çdo bisede. Ai e dinte se duhet të ikte, jeta në Skrapar po bëhej e pamundur, punë nuk kishte dhe shpresa po venite çdo ditë më shumë. Por kishte një arsye pse i dridhi zemra. U pam për herë të fundit, pranurës së vogël që lidhte fshatin me rrugën e madhe. Ishte mbrëmje, dritat po fikeshin një nga një. Ai mbante në krah një trast të vogël me bukë, ujë dhe një fotografi të saj. Ajo nuk fliste, vetëm shikonte duart e tij, të forta, të lodhura dhe nuk e dinte nëse do t'i prekte mend ndonjëherë. Do të kthehem shpejt, i tha ai me një zë që mezi i dilte. Mos më thuaj kur, ja ktheu ajo. Më thuaj vetëm që do të kthehesh, u përqafuan gjatë. Ai u nis natën me 12 burra të tjerë. Ecën maleve, kaluan shtigje, dëgjuan zëra heshtën e u fshen. Këpucët u grisen, po askush nuk ndaloi. Ishte rruga e shpresës. Kur kaloi kufirin, pa dritat e para të fshatrave greke. Nuk njihte askënd, por ndjente se ku kishte mbërritur në një botë tjetër, të huaj, por plot mundësi. Netët e para i kaloi në ndonjë hambar, me duart të ngrira e me barkun bosh. Punonte në fusha, në ndërtim, kudo ku të duhej një njeri që s'lodhej. Por çdo natë, kur të tjerët flinin, nxirrte fotografinë e saj dhe i fliste me zë të ulët, sikur ajo ta dëgjonte. Në Skrapar, çdo mëngjes, ajo dilte në rrugë dhe shikonte drejt jugut. Nuk kishte lajme, as telefona, as letra, vetëm shpresë. Disa thanë se ndoshta s'do të kthehet kurrë. Të tjerë harronin fare, por ajo jo. Çdo muaj vinte dikush që i sillte ndonjë fjalë. Është mirë, punon fort, ka dërguar përshëndetje. Pas 3 vitesh, një mëngjes vere, në rrugën e vjetër të fshatit, u pa një figurë që ecte ngadalë, në një çantë mbi shpinë, i lodhur, i rrudhur, por me të njëjtin shikim. Ajo s'tha asgjë, thjesht doli përpara dhe e pa për disa sekonda që ju duk si një jetë e tërë. Në dorë mbante një orë të vjetër, që kishte blerë në tregun e aninës. Ja vuri në dorë dhe i tha, që ta di sa shumë më ke munguar çdo minutë. Ajo ju kthye dhe i tha, tani mund të më thuash që u ktheve.